Unë jëmë pra parsimi, sot do të përgatisim diçka me peshk salmon. Një peshk salmon zgarës apo në fortere. Arsem peshkun. Apo munesh, ka laj me urnu? Që që nga ka pru arsimi, një peshk salmon, purdha të thata dhe parake, dill apo kopër, majonez, senf, limon. Njësh me pastru. Ki parafisisht i ka pas 4 kg e gjys, 5-200 gram që ke mos e qësaj. Qështu. Ditë sa të nxetë tiganja për forterja, na po e bojmë pak pastrimin e qëti salmoni. Done me përgatit shumë në mënyrë klasike, pa shtesa, pa komplikime. Vajnë që ku e kemë me hudër, e lymë shumë letë, onash, kur qysh mos të harrojmë edhe kalkura. Kryp si mas dëshires, dikush ka që ma shumë, ma gjelë, dikush jo. Kjo mund me u përdor edhe pa kryp heq. Peshku për start, për fillim, e dënë temperaturën shumë të naltë. Kur e qetë, ti kime e një kështu, kur te qetë, qashtë thjesht, ka me tu dokë, që kime thonë që pas nga bo bauk një sen që së është dash heq. Më thonë pjellë, që pak temperaturën matë naltë. Qesim vaju liri. Marëm salmonin, shgjëne. Esencialet e salmoni është, kur mos e qitni gjithmonë, se qëta shkina me provu në dy rase, po gjithmonë qitni qështu. Pse? Pse kur të qesim qështu, veç në dëgjënim edhe mendje. Lagët e? Dëgjën edhe shikoni mire. Që është mledhe. Që është mledhe dhe më thonë salmoni. Mledhe lkura, jo mishi, lkura. Nëse e qesim, ka tjetë në onë, edhe kjo ka mu mbledhë, po ka mu mbledhë në onën e kundër. Që kjo jetë qashtë që është. Po kur të rotullojmë, atëherë mbledhë lkura. Kur mbledhë lkura, dhe më thonë, qahet mishi. Edhe salmoni del i thymë, sikur me qenë dy copsh. Do të apjekum salmonin në dy mënyra, të themi në dy mënyra. Me standarde vëtnore dhe më thonë, e cila nuk e lejen salmonin krejtësisht me u pjek. Duhet mesi me qenë në gjyrë, që të ngjyrë me pas, jo me u pjek shumë. Po dhe me standarde tona të cilat na kemë qef, me rrezh, apo me rrezh, me bu, kështu. Purdhat. Thata, këto mi qitë qështu qëshjën, s'kena bo ko gjë, se qështu rrinë. Ndashta zbutën pa po jo.
Na këto mujna me zbut. Na njeni pe zbutu me tomël. Po këto mujnë mu përdori jo vetëm te salmoni. Kjo mujnë mu përdori te mishi, te pullat, te këpur. Edhe njeni po e zbusim me ujt dëval. Edhe qështu, do më thonë, në këtë rast kemi me përdor këto me ujt dëval. Une vetëm me bona dy rase që shmunit me ndodhë. Edhe për që shmunit me e zbut këpurdën. Mund kam jena me po tash dhe ku i ka ardhë pjekja, dhe këtu. Tash kur të rrotullojmë, dhe kjo mund të misha mjarë dhe këtu. Mirë kishte me qenë që, na po e rrotullojmë në djonë, mirë kishte me qenë që pjeka me qenë dhe më thonë me standarde bërdojnë. Hajde për rrotullojmë tash. Që këto që këna qitë prej lkure, mas pari. Ne rrotullojmë qurë dush tash, kësë reagon, është rrudh që është rrudh. Rrudhët mo. Po nëse rrotullojmë këto, qëre, që që shrudhët, që, apëshe? Edhe qatë këtu, qëre? Këtu qatë, dhe më thonë, që kjo është që ajo që duhet mas pari me qitë prej lkure. Se cilin peshk, edhe peshkun filet, është levrek, është këtës, apo ndonjë barbon, nëse bëhet fileta, mos e qitni prej, ku e kini prej barkut, po qitni prej lkurës. Po ndërko edhe lëshojmë furrën. Elshojmë furrën, e cila furrë për shembull, zdia bën as bën, a nxen as nxen, edhe kena harru me shu qysh fillim. Po nuk o vona që tash. Gjatë pjekës, nëse shofim që nuk ka vaj boll, mujna me qitë vaj. Mujna me stërpik, me lypak, me limon. Shumë pak. Vetëm sa me jadhon pak atë shijet. Edhe pse e kena marinu ma heret edhe e kena rregullu ashtu që duhet, na këto duhet me mo qysh ja kem qepin. Se bojmë për qep, dojna me angër për qep. Ndërko e bojmë një sos. Majonez, senf, majonez, kopër, pegi si shumë, limon, 10 pika të mira, kjo veç është e gatshme. Kjo është qaja që duhet me e lyjë salmonin. Sepse jep një shije, mirë po. Nëse dojmë me dhonë një shije dhe ma karakteristike, nëse dojmë me dhonë një shije dhe ma të mirë dhe ma të fortë, që të dyja që e patëm, që të në dyja, i shtojmë edhe sheqer, plumë, mos harroni. Edhe bojmë një lyjë kështu. Të mirë. Edhe futun furr për një 2 deri në 3 minuta, jo ma shumë. Jo ma shumë se 2-3 minuta. Okej, pelshojmë qëto tash, qështo? Mira, qështo? Kem qepën, veç... Vajnë veç e kemi këtu. Shtojmë pak qep, dhe më thonë, esenca është që me përdojt njëjtin vaj, me përdojt njëjtin tigan. Pak me hudër. Që këpurdhat. Në bukur, mos harrojmë krypën. Kështu. Biberin. Edhe me përzi ko pas kohë. Mos të harrojmë, gjithë mund të keni parasysh peshkun në furr.
Edhe kjo është gati. Nuk di çka të gatuaj sot. Nëse nuk ke ide blije, Magi Idea për racion të ri çdo ditë që me garanci ka sukses. Sot përgatisim pasta me mishpule, presim mishin dhe skuqim, për mbajtjen e qesës e përzije me ujë dhe pam për gatim. Ktheja shtojmë mishit dhe e zijej. Ne vendosim pastat, shtojmë mishin e pulës në salcë dhe i mbulojmë me kaçkavall. I pjekim dhe gati. Tani thuaj diçka. Diçka mahnitshëm e shijshme. Magi Idea e re për racione, mahnitshëm të shijshme çdo ditë. Kështu. E shukun këtë furrë. Me javashlak me kop. Që shështu të bojmë pak një dekorim. E t'ja rrotullojmë pak, ha? T'ja rrotullojmë pak. Të këshirëm që vëvo qështu. Sa ma mirë me dekoru, ma lezet është. Që shështu. Mos të kthej me tigan, se zakonisht i kthej me tigan, po ka vaj ma tepër se që duhet, edhe të najket bëhet shishmash. Nëse dëshirojmë me e përdor hala, këto na mujna hala me përdor, por kërkoni njerëz që kështu në sasht, ajo pëlqen, që ju pëlqen që të një hala, që s'ju pëlqen, një ajeks, më një veç me si qëtë një mu. Ja 2 copa limon qështu. Pak jeshillëk. E mira të mirës këtu shkon edhe një gjethe e dilit, një gjethe e preste saj, po ka njerës po gjinit, kështu që duhet me u gjinë dy qysht muj me dhëna. Sa mja thuj pak atë ngjyrën, mujna pak edhe një 2 domatina mja qitë, me janë një mu pak. Ja, qështu sa mja thyot më në të një pak. Do më thonë që kjo është për sot një salmon zgare me purdha, pata, vel parake. Nesër dita re na po ka re.